bashkëbisedojmë me zotin Mentor Kikia. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit Kikia që bashkohesh sot. U dha ultimatum nga diaspora, shqiptarët, protestuesit, kryeministrit, s'ka ndodhur ende një gjë e tillë që të ketë një lloj reflektimi, lan pas një javë ose 2 ditë me deklarata për përfshirje të elementëve të huaj. Në çfarë pike ka arritur kjo protestë sot që flasim? Për çështjen e ultimatumit, besoj që nuk besoj që jemi në kushtet e një ultimatumi, pasi nëse protesta do të ishte një ultimatum, do të ishte një gjë më më zyrtare, ajo është një përpjekje për të vënë para përgjegjësisë kryeministrin, pasi ndodhi në ditën kur ishte dhe pjesëmarrja më masive, paktën në Ministri i Përgjithshëm, mendoj që e shtuna ishte protesta më masive që është shënuar. Jo thjesht gjatë këtyre 23 ditëve, por edhe më masivja që është shënuar që nga viti 1990, kur ndodhin ndryshimet politike të kohës. Ndaj, nuk mendoj që ajo deklaratë që kërë FABE në datë 21, ka që një lloj ultimatumi që të mund të konsiderohej nga kryeministri. Pastaj pjesa tjetër e historive, akuzave, agenti, grupet, janë normale, pasi sot nuk jemi në fazën kur qeveria është duke e konsideruar si opcion të paktën kryeministri, këtu po përpiqen bëjnë një dallim, por kryeministri nuk po e konsideron si opcion largimin, por ka filluar le të themi ajo lufta hibride për cilën flitet, dhe ka filluar besoj në shumti mes mbështetësve të qeverisë dhe protestuesve, zakonisht përplasja ekspozohet në publik me ndërhyrjen e policisë, mjetet e saj për të penguar etj. Por kjo është një protestë krejtësisht paqësore, e vetmja gjë që ka shkaktuar deri tani ka qenë bllokim i trafikut rrugor, por nuk kam parë edhe shprehje të pakënaqësisë të qytetarëve të cilët janë penalizuar nga ato kufizime, duke bërë të pasifikuar edhe një ndërhyrje të policisë apo mjeteve të tjera, si që ajo lufta tashmë është përqendruar kryesisht në rrjetet sociale, ku ka një përpjekje për të dominuar secili me mënyrën e tyre, me shpërndarje informacionesh, me përhapje lajmesh të vërteta, të pavërteta, një garë kur të përhap më shumë, edhe sa që theme nëse do të flasim për dezinformimin. Padyshim kjo është një gjë që prodhon që organizim. Këtu pastaj nuk mungojnë atë rastet kur në mesin e protestuesve ka... Të dëgjoj, Kikia. Jemi me Mentor Kikin, i cili po serë një moment delikat në fakt që ka të rrequr vëmendjen, çfarë janë në mes të protestuesve, a ka patur provokime apo janë thjesht deklarata të cilat plotësojnë të gjithë pra elementet e kësaj proteste që cilësohet si nga më të forta dhe më paqësoret që pas vitit 1990, ne në fundjavë patëm një fluks të asaj që konsiderohet si diaspora. Ndërkohë Kikia, rikthehemi sërish për ta kuptuar edhe një herë çfarë ka në mes të protestuesve, dhe pastaj do doja të ndalesha pak tek imazhi i kryeministrit në raport me aleatët me të huajt. Tash është normale që protesta duke qenë një lëvizje e qëndrueshme, qeveria nuk besoj që do të investohet për të përballur me të përmes forcës së policisë, sepse thashë nuk ka asnjë arsye për ta bërë këtë gjë, por
do ketë, mendoj, përpjekje për ta dëmtuar nga brenda, për të interferuar incidente, për të provuar incidente, siç mendoj që ishte ai me flamurin e ambasadës izraelite, një incident me pasoja absolutisht të mëdha dhe shpresoj që të jetë lokalizuar dhe të mos ketë herë. E shikon si provokim që është bërë provokuar nga vetë eksponent branë qeverisë për të t'i dhënë tjetër nuancë protestës, apo dikush ka gabuar aty? Nuk kam fakte për të mbështetur këtë gjën, por ajo që është publike dihet që ambasada e shtetit të Izraelit është ambasada me kushte më të rrepta të sigurisë, ajo dhe ambasada e Shtetit të Bashkuara. Dim tashmë edhe në sy të lirë për ambasadat e vendeve të tjera mund të kalosh tulësh shefës dhe para luletjellit të trotuari, ndërkohë që këto dy ambasada për shkak të specifika që kanë në nivel global janë absolutisht territore të super siguruara. Dhe të bën që përshtypje tani se si një vajzë aty në vitet që mori, vitet e morin, largohet vitën, kur aty ka një rrethim që është i politikë shtetit, ka një rrethim tjetër të brendshëm që është i sigurisë së vetë ambasadës. Por thash njerëz duhet shkoj deri aty sa ka një incident të prodhuar nga shteti, edhe në qoftë një veprim i kryer në mënyrë instinktive apo edhe parashikuar nga një individ i vetëm apo nga 5 individ që ngjiten aty që ndihmuan atë vajzën të vitet, është gjithsesi një incident i izoluar. Nuk është në çdo vend të botës ku ka patur protesta, është djegur flamuri amerikan nga Norvegjia deri në Britani, i kanë ngrisur flamurin të Izraelit edhe me protesta në vende të tjera, kryesisht kur kanë bërë me çështjen palestineze, por askund njerëzit nuk janë quajtur, shoqëria nuk e quajtur antisemite dhe nuk ka patur asnjë përpjekje për të unifikuar shoqërinë në tërësi apo politikat të qeveritarëve shtetërore si të tilla. Le të thash që çdo përpjekje për ta orientuar protestën në të tilla drejtime do jenë të dëmshme në raport me politikën e jashtme. Padyshim asnjë qeveri nuk i ka qef protestuesit në asnjë vend të botës, sidomos kur protestuesit të vënë derën dhe thonë largohu, por ne duhet dim të ruhemi në mënyrë që të tilla incidente përveç se të izolohen, të mos tunden si flamurin pastaj të apo si mjet për të etiketuar një lëvizje qytetare në tërësi si islamike. Referohem këtu një shkrim të poshtër që kishte bërë një gazetar nga Kosova duke e krahasuar Shqipërinë me Iranin dhe Tiranën me Teheranin në vitin 1979, kur ndodhi revolucioni islamik që solli në pushtet ajatollahet, ka solli pushtetin e ajatollahëve. Kjo është e tmerrshme, e rëndë, e poshtë, e ndyrë, mund të gjemë të gjitha epitetet e mundshme për ta etiketuar. Jo, kjo protestë mund të jetë antiqeveritare, mund të jetë e gabuar, mund të jetë çfarë të dojë, por kjo nuk është një lëvizje islamike, as ekstremiste. Shqipëria është vendi i vetëm që ka të sankcionuara në ligjet për fen çdo gjë që ndalon dhe bllokon lindjen apo marrjen frymë të rrymave ekstremiste. Ky vend ka kaluar në përtahulli gjatë 2 dekadave të fundit, ku ekstremizmi islamik që lindi në Siri me ISIS-in e famshëm hodhi rrënjë, filloi të rekrutonte. E megjithatë, autoritetet shqiptare në një konsensus të jashtëzakonshëm politik, nuk bëhej fjalë këtu për mazhorancë opozitë, ishin të gjithë bashkë me të njëjtin gjuhë për të penguar çdo lloj fryme dhe rrymë ekstremizmi. Dhe ja kemi dalë për mrekulli, jemi një shoqëri në anë fetare e hapur, e bukur, e paqë, dhe çdo përpjekje për të konsideruar lëvizje islamike një protestë qytetare, le të jetë tërësisht e gabuar në raport me qeverinë, por nuk është absolutisht ekstremistë islamike. Ndaj neverisë është bërë hapësirë më dhatë, neverisë publikisht çdo kënd dhe çdo fjalë që shkruhet në këtë drejtim në përpjekje për të anatemuar protestën. Ndërkohë, zoti Kikia, ky është një lajm që sigurisht nuk është vetëm për konsum brendshëm, mediat e huaja i kanë dhënë zë, si e sheh pozitën e
kryeministrit në raport me aleatët. Ka patur edhe deklarata sa i takon frymës anti-Trump që kryeministri tha shpërtheu në Zvërnes. Nuk di se çfarë tentative është kjo ose çfarë përpjekjesh po bën pra për të qëndruar lartë me imazhin e një kryeministri një vendi si Shqipëria që premton për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, mësuar ta shohim kryeministrin të analizuar së bashku që të ketë batuta, të marrë tërheqi vëmendjen kur është në aktiviteteve të niveleve të larta. Po sot? Do të kemi parasysh një gjë. PR-i ka qenë armë në jashtëzakonshme e qeverisë së Ramës dhe besoj që nuk ka patur dhe nuk do të ketë në këtë vend asnjë kryeministër që ketë kaq i aftë në menaxhimin dhe provimin e imazhit publik. Kështu që Rama ishte mësuar që të ishte një lloj i përpërdhelur i rrjeteve sociale, të ishte një showman, të ishte i ndjekur në raport me popullsinë në Shqipëri, më shumë se sa një këngëtare apo këngëtar trendi që mbërthen pas ekraneve adoleshentët adhurues. Rama është një politikan me 1.6 milion ndjekës, në një vend me 3 milion banor. Përgjithsisht profilet e politikanëve janë të mërzitshme, sepse çfarëdo gjeshat e të gjesht vetëm deklarata dhe postime punësh publike për ata që janë pushtet dhe akuza për ata që janë opozitë. Kështu që në këtë kuadër besoj që në fushën e rrjeteve sociale Rama ka qenë një plotfuqishëm, ka qenë mbret në këtë fushë. Këta i shtohet edhe një sjellje prej akrobati politik të cilin ai e ka luajtur po kaq mirë sërish në shërbim të PR-it dhe imazhit, padyshim nën konsulent ekspertësh komunikim të jashtëzakonshëm që ai ka në zyrën e tij që nga koha kur ka qenë kryetar bashkie. Dhe ne këtu kishim të ngulitur fort për akceptimin e marrëdhënieve të tij shumë të mira njerëzore, përqafimet e tij deri edhe shpesh të egzageruara me kryeministrin italian, marrëdhëniet me presidentin Francës apo me çdo lider politik në të cilin ai përballej apo në konferenca që shkonte për të marrë pjesë në samite të ndryshme. Tregonte që Rama i kishte marrëdhënie shumë të mira me të gjithë. Por ajo pastaj që nuk kuptuan shumica e shqiptarëve ishte që ndërsa ne i mbivendosim marrëdhëniet personale me marrëdhëniet zyrtare dhe shtetërore, ata që janë me kulturë politike dhe shtetërore dinë t'i ndajnë fare mirë, që do të thotë dy kryeministra mund të kenë marrëdhënie personale të shkëlqyera, padyshim që kjo është një gjë shumë e mirë, por kjo nuk do të thotë që ata do të veprojnë në dëm të interesave të popujve të tyre apo të vendeve të tyre për hir të kësaj miqësie që kanë. Dhe ajo që ndodhi ishte që kjo miqësi, nuk e dim se sa reale ka qenë, por më së shumti mendoj që ishte produkt i imazhit, nuk është u përkrye në ndonjë interes apo në ndonjë vlerë reale në raport me interesat e shoqërisë. Por e gjitha kjo besoj që nuk është thjesht që kjo është përmbysur. Ajo që mendoj që ka ndodhur është që Rama ka humbur plotfuqishmërinë apo ka humbur pushtetin e rrjeteve sociale. Rama nuk ka patur një algoritëm, në që në bërë algoritmi të një personazh familje, por Rama ka patur një shtri njerëzish që kontrollonin dhe menaxhonin të gjithë hapësirën publike të komunikimit që ai kishte ngritur, ku një postim i tij shpërndahej në mënyrë piramidale në nivelet më të larta, pastaj më të ulta deri tek i fundit, duke krijuar një ngjyrë të jashtëzakonshëm në shpërndarje të mesazh. Kikia që socialistët e ka pas algoritmin shumë të rëndësishëm dhe kanë ecur me rrjetet sociale, ne kemi analizuar dhe në zgjedhje dhe mënyra se si kanë bërë fushat.
Thjesht tani ka ndryshuar pak situata dhe ky algoritmi nuk është aq i preferuar siç duket sepse nuk është në favor. Mirë po, çfarë po na tregon politika? Kush do të jetë zgjidhja? E para, duket si kërkohet dorëheqje, por mbi xhbaza dhe si veprohet në një shtet të së drejtës, ku kryeministri thotë që unë jam zgjedhur me votë. Pra, si do të maksimizohet i gjithë kjo? Kush do të jetë oferta ose hapi i radhës që do të mund të marrë politika? Kjo është në fakt pyetja që bëhet rëndom nga njerëzit të cilët edhe pse mbështeshin protestën nuk janë të përfshirë nga adrenalina e rrugës, por janë të zotë të menaxhojnë energjinë dhe të mendojnë pak më ftohtë. Padyshim që një kryeministër edhe pse zgjedhur me votë mund ta japë dorëheqjen siç kemi atë. Është duke larguar kryeministri britanik i madh, ka bërë gati letrat vetëm pas një viti e pak në qeveri. Ndodhi një ndryshim politik në partinë e tij, një lider i ri në rritje brenda partisë së tij fitoi zgjedhjet, u fut në parlament, me që partia e tij nuk performoi mirë, atëherë tregun gishtin si përgjegjësi te kryeministri dhe i tha, duhet të largohesh, dhe ja kërkuan vetë ministrat, një rezistencë modeste nuk filloi dhe kryeministri britanik po bën gati valizet për të larguar nga zyra. Në shkaq të thjeshtë, Britania e Madhe ka ndruar 7 kryeministra këshilltari për 10 vjet. Kupton? 10 vjet, do të thotë për Britaninë zemën ku ka lindur demokracia. Që nuk është një hata e madhe që një kryeminist në pres mandatin në mes. Askush nuk duhet të pesë në karrige, por mendoj që ajo që është më shumë e rëndësishme nuk është fati politik i Edi Ramës, pasi ai ka në dorë vetë sa vendos atë, por fati i Shqipërisë. Ky është e rëndësishme dhe ky duhet na shqetësoj. Sepse kur pushtetet jetë gjata, bien nuk është thjesht më largimi i qeverie, por rënja në sistem. Se nëse do të iki nesër kryeministri britanik, do të ndrohen vetëm ministrat, edhe në staf i ngushtë ministrash. Dhe gjithë pjesa tjetër, administrata do të vazhdojë të mbetet në pushtet, do vazhdojë të punojë, ai politiku që shërben në rrugës e ka idenë se kush është kryeministër, vazhdon punën e përditshme, ndërsa në pushtetet jetë gjata ku administrata, ku institucionet, ku ingranazhet e shtetit lidhen me njëri tjetrin dhe shndrohen një lloj sistemi, janë si ato fijet aty, ke parasysh ato shtyllat ku janë në telat e internetit në Tiranë, janë si xhungla, nëse bija ajo shtyllë tërheq të gjitha fijet në vete. Nuk bie vetëm shtylla. Ndaj është e rëndësishme që këtu me rënjen e një sistemi duhet të thuar se në çfarë do të zëvendësohet. Dhe unë jam këtu me parimin që ja i Kush është oferta pra politike që do të... Unë besoj që ky vend, partitë politike kanë në mënyrë absolute njerëz të mirë, të ndershëm dhe të aftë, por autokracia brenda partive politike nuk i ka lejuar të ekspozohen. Me që e referova, kryeministri britanik po ikën, sepse një rival tjetër brenda partisë performoi më mirë dhe shikohet ai si ylli në rritje si laboriste. Për kaq po ikën. Tu nuk ka asnjë lloj ylli, sepse në partitë të mëdha, por edhe të vogla, kushdo që mendon që mund të bëhet pasues i kryetarit, shtypet, përjashtohet apo vetë përjashtohet dhe mbeten alternativat të vetme vetëm kryetaret. Ndaj, alternativa politike që ju thoni, patyshim që nuk mungon, dhe unë besoj që protesta është një hapësirë e lirë ku të mund të ekspozohet apo ku të mund të shpalosin rastësitë e tyre njerëz që brenda partive politike nuk e kanë patur të mundësi. Por gjithsesi, për ta përmbyllur, protesta do duhet të ketë një qasje më të qartë në lidhje me çfarë propozon. Kur i drejtohen protestës në numrin 1, nuk kam parasysh këtu një turm prej 50.000 apo 20.000 njerëz qoftë, por për një bërtham
se do mund të provoj mendim politik. Thirrja Rama ik është thjesht një slogan që motivon njerëzit të dalin në rrugë. Por protesta do duhet institucion politik që është ndruar tashmë ta kishte të qartë një manifest politik. Çfarë kërkohet dhe çfarë propozohet konkretisht. Largimi i qeverisë, po pastaj, po nesër, një qeveri tranzitore, për sa kohë, për kaq, cili është misioni, ndryshimi i ligjit zgjedhor, 1, ndryshimi i kësaj gjës 2, ndryshimi i kësaj gjës 3, dhe pastaj vendi futet në zgjedhje pa e koshme, dhe pastaj vendosin votat kush do shkojë në pushtet. Sepse pasurët e kryeministrit nuk vendoset në atë bulevard. Kjo gjë duhet kuptuar qartë. Edhe sikur të dalë Rama nga balkoni dhe të hedh çelësat e zyrës, asnjëri nuk do futet tokë në zyrën e kryeministrit pa u mandatuar me votë. Sepse tu nuk jemi në kushtet kur po përgatitet një grush kështarak ku do ngjiten ata më të fortët në zyrë. Jo. Kjo protestë është dhe duhet shkojë si një presion politik i popullit mbi klasën politike për të reformuar sistemin, për të çliruar votën dhe për t'ia lënë votës së lirë të vendosë se kush do të qeverisë. Ndërkohë, teksa ne bisedonim, edhe adorheqen kryeministri Britanisë për është njoftuar kështu në se duket sikur po themi se pata reagime dhe nga regjia, kujtuan se edhe Rama, jo, nuk ka ndërmend, e ka thënë edhe gjatë këtyre ditëve, se në një moment edhe unë u gjenda ishte më ngjall emocion, domethënë nuk e prisa të ndodhë, ndërkohë që po flisnim pikërisht për këtë. Edhe kryeministri britanik në mes të javës shkoi, kur i tha ministri i ekonomisë dhe transporteve, zoti kryeministri tha, largohu dhe bëj një transferim të qetë të pushtetit. Tha, unë duhet të vazhdoj të drejtoj për të çuar projektet e mia përpara. Dhe kishte përmendur edhe këtu në fund ka përmendur ekonominë, besimin, ato që janë shtyllat kryesore në fundit të I thanë, largohu, sepse nëse do futesh në votime, do të humbësh brenda partisë. Dhe gjeti të largohet pikërisht përmes institucionit të jashtëzakonshëm të dorëheqjes të nisët në politikën liberale. Faleminderit Kikia, si gjithmonë, në si komunikim me ju. Përshëndes. Faleminderit për mua.